Faleminderit nga ju. Tema në cilën kemi sotëtuar ka të bëjë me vazhdimin e vendit në censure e diktaturës komuniste, por që shkon edhe në të pasur parasysh që dëshirën e aktime e regjimit për ta në një mënyrë të marrë transformuar apo për të mitizuar ato aspekte që të vinë në përshtat edhe dogme sa koha. A mund të thoni diçka më pak se lidhur me jetën tuaj, me studimet që keni pasur, me fushat kryesore të interesit dhe pastaj duke dhënë kjo Po, unë jam Jaho Brahaj, kam lindur në një fshat të Pukës, pastaj kam jetuar në zona të ndryshme, në Tiranë, pastaj prap jam kthyer në Pukë dhe në vitin 93 deri tash kam punuar në institucione të ndryshme dhe me gazetë, të gazeta Rilinja e Kosovës, prej vitit 93 deri në vitin 2000. Dhe pastaj kam punuar në Ministrinë e Kulturës, tek institucioni i regjistrimit të veprave trashëgimisë kulturore, dhe 2 vitet e fundit, para se të dalë në pension, punoj për specialistit trashëgimisë në Ministrinë e Kulturës. Më përpara kam punuar në qytetin e Pukës, kam qenë përgjegjës si muzeut, ishte një muze i vogël atje, muze siç e qunin në realizmit socialist, dhe shkolla muze Migjeni. Dhe aty kam më shumë, patjetër se kisha marrë universitetin dhe isha i profilit, por aty jam më shumë specializuar me trashëgimin kulturore etnografike të popullit tonë. Dhe po të njohësh trashëgimin kulturor etnografike të popullit tonë, unë nuk i kam pas mundësitë që të ajo periudha fillimit tranzicionit të kështu, por aty mund të përfitosh shumë gjëra që pastaj të vazhdosh edhe në hulumtimin e studimit të artit tonë kombëtar ose etnik në vazhdimsinë e saj. Kam publikuar disa studime në vitin 1995, Il primo albanese d'Italia, është një monografi për një fshat arbresh, sepse më kishin ftuar nga lidhjet që kishin me ato arbreshët, që në vitin 88 edhe në vazhdimsi. Pastaj kam botuar librin Emblema shqiptare, emblemat heraldike shqiptare, për të cilat kam fituar dhe çmim nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, dhe kam botuar në vitin 1997, bile pa e redaktu tamam e mirë, sipas porosisë profesor Dimitër Shëtëriqit edhe të një Bari Briskut, që është profesor doktor në Prishtinë, po Ulqinak. Jam marrë pastaj me vazhdimsi prap me botime, kryesisht për mesjetën. Flamuri i komit shqiptar ka qenë një libër shumë i suksesshëm në këtë aspekt, që deri tash kam pas shumë recenza për pozitive dhe nga shumë doktor, profesor të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë dhe Magjar. Kam botuar dhe libra të tjerë, për shembull është një libër Kronikë derës së Gjon Buzukut, ku unë kam hedhur dritë, siç e kanë pranuar dhe recenzentët dhe të tjerët që ashtu, nga është origjina e Gjon Buzukut. Nga ishte? Është nga një fshat Ranas quhet, tash është fshat i zhdukur sepse është bërë Ranë, është mbuluar nga zhavori e nga këto, në afërsitë e Mjedës. Por sipas ndjekjes që kam bërë të dokumentave, qoftë në frëngjisht, qoftë në italisht, qoftë të përkthyer nga greqishtja, edhe këtu në Shqipëri siç ka pas, po jam futur shumë në toponominë dhe në familjet e stratiotëve. Ai ka qenë djalë stratioti, i metur bile dhe jetim, dhe është bërë prift në mënyrë, e ka marrë një peshk që ka qenë kushëri i largët i tyre dhe ka shuguru, jo nuk është bërë në një seminar, dhe
ka mundësi që ai asnjëherë të mos ketë shkelur në territorin ku ka pas vendlinjen, me fjalë në Shkodër ose në këto zonat këtu. Është një libër i cili është pëlqyer shumë në qarqet akademike, është një libër që me që është i mushur vetëm me dokumentacion, për lexuesin e thjeshtë është i çik i lodhshëm. Bile edhe kur ma kanë kërkuar jap i them bli një me shaka, bli një pako aspirinë se është gjithë dokumenta, me fjalë unë jam ndoshta ka qenë edhe me të imja që nuk kam arrit ta bëj edhe i çik monografi letrare historike, po është bërë vetëm gjithë dokumentacion. Kam bërë edhe disa botime të tjera, në mënyrë të veçantë kam pas interes për Shtjepen Gjeqovin, kam ribotuar për Shtjepen Gjeqovin 4 vepra të tija, të cilat kanë pas ngelur në dërshkrim. Është një dramë, është poezia atyre, është një novel jashtëzakonisht e bukur për ato që mund ta lexojnë, se unë e kam botuar ashtu siç e ka shkruar Gegnisht, Nera e Prezës, Tmerri i Prezës, po ta themi me gjuhën e sotshme. Dhe kam bërë edhe një libër studime dhe artikuj që kam botuar të shumë, sepse unë kam pa edhe arkivin komplet të Tiranës, të Bibliotekës Shkodrës, të Muzeut të Shkodrës, për Shtjepen Gjeqovin. Është një nga figurat më interesante të gjurmimit dhe të klasifikimit të zhanreve të ndryshme të kulturës tradicionale popullore shqiptare. Nuk duhet të futem sepse ai ka mbledhur që nga fjalët e urta dhe i ka botuar që në 1904 për gjusin, për prallat, për gjërat e tjera. Edhe mund të kalojmë temë me fjalë që mos ashtu. Këto janë pak a shumë veprimtaria ime që u zgjata. Dhe sa i takon specifikisht temës që ne kemi këtu, që pra mënyra se si regjimi komunist në janë në Shqipëri mbi zotërojnë, mbi sundojnë, mbi historinë dhe trashëgiminë tonë dhe edhe të shpërdorime që i ka bërë në ngushtë mision, nëse më përmendni disa për apo po e lë më të lirë, se ndoshta më kujtoni të filloni me arsyet që kanë thënë. Para se të fillojmë për arsyet, unë për shembull përmenda që jam rritur dhe kam punuar shumë gjatë në zona malore, të cilat deri në vitin 1944 ato kanë pas vështirësi të mëdha ekonomike, vështirësi të mëdha për jetesën, por kanë pas gjën më kryesore se ato ishin të lirë, patjetër se themi ka qenë gjakmarrja këto e tjerë. Ato që kishin mendimet të tyre, ato i hidhnin edhe në bashkëbisedime edhe në kuvende. Dhe po kjo atmosferë pak a shumë ka qenë sepse edhe te karakteristikat e popullit tonë që kishin respektin, ndërimin për ceremonitë të ndryshme, në dasma në këto, por ama në muhabetet e zakonshme ato flisnin hapur dhe lirshëm sepse nuk kishin frikë se ai tjetri apo zemërohet ose kush e di se cilat do të jenë pasojat. Me fillimin e pas viteve 1944, që mbaroi lufta e dytë botërore, në Shqipëri filloi të vendoset censura. Cila ishte censura? Me qoftë se ishte bërë gjatë luftës nacionale qërimtare vllavrasje, në 45, 46, 47 dënoheshe po të filloje ti përmendje ose ti evakuoje tek të tjerët. Dhe këtu fillon edhe ajo që është ajo më e rrezikshme pastaj që quhet autocensura. Autocensura ishte detyrimi që i bëje vetes për të mos qenë i lirshëm, për të mos qenë i qiltër, i hapur në muhabet qoftë edhe me shokët edhe rrethit të ngushtë, pa le më në kolektive dhe në vende publike të hapura. Kryesisht ajo u vendos sepse kishte një mos përputhje të mënyrës së mentalitetit dhe të zhvillimit shoqëror që kishte koha në Shqipëri, që kemi qenë një vend ku kemi pasur bejler, agallar, tugjar, ose më mirë mund të themi tregtar grosist, tregtar të ndryshëm, dhe kemi pasur edhe shtresat që ishin të mesme ose dhe shtresa në nevojë. Ato kur shtroheshin, qoftë në një dasëm, qoftë në një vdekje, qoftë edhe në një takim edhe në kafe, ato flitshin të gjithë
shumë lirshëm, bile edhe kritikonin njëri tjetrin ose edhe hidhin rrëmuza për shembull kundër tregtarit ose edhe kundër fshatarit rriti që nuk dëgjoj, por të gjitha merreshin në mënyrë shumë të qiltra dhe ishin pjesë e jetës së vazhdimësisë së tyre dhe nuk ishin edhe asgjë ofenduese. Tashi filloi në 45-ën, filloi të diferencohen në mënyra me skaje krejt të kundërta dhe primtaria që krijonte dhe që i zhvillonte pushteti popullor me shtresat e vexhelisë që po i quajmë, me shtresat e mosat e gjëra popullore. Mosat e gjëra popullore ishin të detyruara publikisht në mbledhje të ndryshme, në takime të ndryshme, në leximet e gazetave që bëheshin atëherë, qoftë në zonë fshati, në zonë nërmarrje, në zonë në kolektive punojëse të atyre punishteve të artizanatit, ishte i detyruar që t'i përgjigjej shtresa e masa popullore, t'i përgjigjej kërkesave dhe orientimeve që bënte ideologjia marksiste-leniniste dhe partia që ishte në pushtet. Në qoftë se nuk i përgjigjeshe, ose të shpëtonte goja dhe fliste në një fjalë që ishte kundër interesave, atëherë këtu kishte një kufi tepër ndarës që më thik, sepse filloje të shifeshe me ato bloqet atyre punojësve operativ, që pastaj me përzjedhja se si kanë bëha ato, nga që mund të ishin 5, 6, 7 që flisnin në këtë mënyrë, 1, 2 do ta psonin patjetër politikisht. Dhe ta psoje politikisht atëherë, unë kam jetuar edhe me brezat përpara që kanë kaluar ato periudha, po edhe vetë kemi pa, nuk ishte vetëm vujtja që kishte personi që dënohej në burg, në Malish, pastaj janë burgu i Burrelit, kampet e punës, qafbari më i tmerrshëm e të tjera, por ishte një fatkeqësi që binte mbi gjithë familjen dhe gjithë parafisit. Dhe kjo vazhdonte të zhvillohej, për shembull, në qoftë se ai kishte një motër të martuar në filan fshat, edhe burri dhe vëllezërit e burrit të asaj motrës atje në atë fshat, ose po themi edhe në qytete, edhe ato kur donin ideologjia marksiste-leniniste vazhdonte t'ja u përmendte dhe vazhdonte t'ja ulte kokën edhe për të drejtat e tyre. Për shembull, populli ynë ka qenë që vim nga një analfabetizëm, pati një zhvillim në fakt industrial, po edhe kështu përpunimi mjeshtrive të ndryshme, shërbimeve të ndryshme, dhe doli domosdoshmëria që të shkollohej, që të shkollimi nuk duhej të kalonte në filtrin e organizatave të partisë, kalonin nëpërmjet organizatave të tjera, që të shkollohej ose që të ngrinte kry, domethënë që të merrte një profesion, qoftë edhe të thjeshtë, elektricist ta zëm, një punojës që kishte në lidhjen e tij farefisnore një të dënuar politikisht. Kjo ishte gjëja më kryesore, e cila jo e tulati, po ishte një saq i ngrohtë që i vej popullsisë dhe popullit tonë sipër kokës dhe çdo moment duhet ta ndjente dhe të rritë të thoshte mbyll gojen edhe rriut. Kjo nuk do të thotë se nuk ka pas dhe njerëz me guxim, po të cilët gjithmonë janë përballur me pasoja jashtëzakonisht të mëdha. Faza e dytë ishte krijimi i njeriu të ri. Nuk ishte krijimi i njeriu të ri vetëm me ideologjinë komuniste të punës, të pronës e këto, po ishte edhe lufta ndaj çdo tradite të mirë që kishte populli ynë. Në fillimet e atyre periudhave ishte një luftë që duhet të zhvillonim shtresave të mesme, kryesisht, dhe të shtresave të larta, që t'i ulnim edhe ato që t'i nivelonim me mosat e gjëra popullore që t'ishin të gatshme, t'i kishte të gatshme pushteti, po gjithmonë ishte partia komuniste që udhishte, për t'i vuar në rresht, që të mos kundërshtonin. U luftun, u dënun edhe me burgje, me kampe internimi, edhe ato që ishin shtresa e mesme, inteligjenca, qoftë shkrimtar, qoftë poet, qoftë inxhinier, të cilët mjafton që një herë t'ju shpëtonte goja dhe të flisnin diçka që nuk ishte në përputhje me ideologjinë e kohës. Luftë tjetër u zhvillu. Krahas kësaj edhe lufta kundër fesë dhe besimeve të kota, sepse të krijosh një njeri të ri, siç e mendonte marksizmi, leninizmi dhe
si u zbatu këtu në Shqipëri, ishte të krijonte një njeri që të kishim një fe e besim tjetër, që ishte besimi te partia. U gjetën edhe forma jashtëzakonisht të përshtatshme, se themi ne nga herë, po si pati mundësi që në atë kohë, më shumë se gjysma e popullsisë gati u hyn trute me fjalë që u marrosën. Kishte organizata të ndryshme. Kemi pasur kaq organizata sa s'ne në Armenia, organizata fatosave, ku shkonin parashkolloret në qerdhe në kopshte, aty i thoshin nana parti, rrugën e makinës, automobilat ne ka sjell partia, elektrikun na ka sjell partia, gazetat e librat për t'ju ashtu, shkollat ne ka kriju partia, do me thonë që fatosi i bënte nana parti edhe është çdo gjë. Pastaj ishte organizata pionerit, edhe organizata pionerit edukohej dhe kur ishte e nevojshme bile edhe thithej nga agent të ndryshëm që ishin ato, qoftë punojës të sigurimit, qoftë edhe të tjerë të futur që ishin, thitheshin edhe të dhëna familjet ose edhe për shoqërinë. Merr një lidhje se si do organizata që në indirekte, do të kthyer edhe një herë te tema. Pra, dhe një herë si ky aparat, kaq vogël, kaq i mirë organizuar deri në detaj, propagande, shqyrtësimi të tjerë, në fund fare ka rezultuar, pra, cili ka qenë ndikimi për gjimnastikore? Ja, do dalim, ti kalojmë si organizata vetë duke i përmend. Pastaj ishte organizata pionerit, ishte organizata rinis, organizata frontit, organizata grus, organizata bashkimeve profesionale dhe pastaj organizata e partisë. Ishte e pamundur që çdo njeri të mos ishte i futur në kallepet e këtyre një organizate, ose do të ishin në të shumë këto organizata të cilat të gjitha kryenin funksionin e ideologjik për t'ju përshtatur ideologjisë dhe veprimtarisë së Partisë Komuniste. Tash me trashëgimin kulturore, cila ishte e para herë që në fillim trashëgimia kulturore, letrare, artistike, letërsia politike që ishte deri në atë kohë psoi një goditje të befasishme dhe totale. U hoqën nga qarkullimi dhe nuk lejoheshin të kishe asnjë libër, për shembull Ernest Koliçi, të Gjergj Shpishtës, e tjerë që mund t'i përmend, Branko Mërxhanit, shumë të tjerëve. Por edhe të atyre që vazhdoi t'i çunte Partia Punës, Partia Komuniste, pastaj Partia Punës, idhuj të dishepuj të letërsisë të kulturës shqipe, edhe atyre ju ndalun veprat të veçanta, që kur nuk përshtateshin me ideologjinë tonë. Kemi për shembull, Qodh Belaja Naimit, nuk lejoi që të propagandohej. Patjetër se kishte shkruar Naim Frashin neve e bënim në shkollë, në universitet e kudo letërsi. Po ju përmend një rast tjetër. U ngarku Qerem Qabej nga Instituti i Historisë që të përgatiste për botim veprën e Meshari Gjon Buzukut. Një monument që shqyr që e kemi, duhet jemi krenar që në vitin 1555, në kushte jashtëzakonisht të vështira që kishte populli ynë atëherë me pushtimin atë, u arrit që të përkthehej një letërsi fetare në shqip dhe ishte shqip. Është botuar në vitin 1968 në Rumani me lekët e shtetit shqiptar, dhe kur ishte puna që erdhi në Shqipëri, Komiteti Qendror i Partisë dha urdhër absolut që t'u jepej vetëm punojësve shkencor të Institutit të Gjuhësisë. Pse? Aty ishte gjuha jon, thesari ynë, thesari kombëtar dhe etnik i shqiptarëve, por ishte i shtjelluar me veshjen fetare. Dhe mbi të gjitha, ai nuk është një ungjill që të tregoj jetën e Krishtit të njëri. Ai është më shumë predikime, që ku ka predikime edhe morale, po patjetër edhe fetare. Dhe është ndaluar në vitin 1991 ka dalë nga magazinat, shiqur që ishte ruitur në magazinat dhe pastaj është shitur. E tjetra, në ideologji ishte ideologjia e luftës kundra mbetërinave patriarkale dhe fetare. Ato mbështilleshin edhe me një levozhk tjetër që ishte, për shembull, po të kishte një veshje kombëtare, dhe unë kam edhe rast konkret në Puk, veshje muslimane, që kishte rrath me zbukurimet në formë kryqi,
Ato nuk lejoheshin të dilin në festivale, as të botoheshin në për revista nga fotografët e nga këto. Jo deri aty. Po të veshja muslimane, se ku i shkoj menja që në veshjen muslimane janë ruitur, sepse ato kanë qenë katolik para i shekulli i gjysëm, dhe i kanë rujt ato elementet, i kanë ndryshu i qik gjyrën, atë sfondin e jeshile kanë këthyrë në të barë dhe kanë ngel ato, motivet kanë ngel. Janë hequr dhe bilet do të merreshin dhe mos për ato që i lejon në fillim që të dilnin, sepse janë fetare. Muslimanët nuk e kishin kryshin, nuk e kishin heq kryshin sepse o nuk e kishin hequr se nuk e kishin vlerësuar si kryq, ose e kishin vlerësuar si ornament. Dhe aty e komunizmi. Komunizmi pastaj do bëjë një përgatitja e grupit të rreth X rrethi. Zakonisht rrethet e vogla edhe mesatare kishin 40 pjesëtarë. Kurse rrethet e mëdha lejohet që të kishin deri në 60. E para herë shikoheshin nga ana biografike që të ishin të gjithë të pranueshëm dhe njerëz të besueshëm të partisë që të shkonin sepse do shkonin të dilin në festival dhe mos ndryshonte në njëri atje, se ka pas në vitin 57 edhe raste kur kanga jashton të klohet deri në gjys, ai ka knu deri në fund. Edhe kishte jo ka harru, po ai ishte atëherë nuk bëheshin para përgatitje kështu. Grupi i Shkodrës, atëherë një grup organizativ, shkoi në për rrethet të ndryshme dhe a dil me këtu, po e knoj kangën, jo ta, këtu e mrapa nuk, ja, këto, do ta knosh, do dalish, do ta knosh, do ikish, sepse nuk përshtateshin me atë. Ai doli atje dhe unë kangën kështu e kam knu, tha, kështu ka knu baba gjyshe, kështu e kam dëgjuar e këtë deri në fund edhe fillon pastaj edhe deri në morë dhe mos apritime, duket të kanë pashequr nga puna atëherë që ishte me pyet edhe çun në të kooperativat bujqësore të reshit Shkodrës, nuk e di diku janë gjërat të njohura për moshën time edhe moshën para meje. Po. Të ngjashme. E dyta, në grupin artistik do të ishin primare këngët për partinë, këngët për ato heroj dhe dëshmor, të cilët unë njëherë dhe nuk jo mohoj atë meritën e tyre që janë figurat të ndritura ose të veçume të popullit tonë, dhe të mos kënoj për ato figura në asnjë mënyrë, as mos t'ju përmend emër, bile dhe ato në ngjarje ku kishin qenë figurat tjera të cilat i kishin shërby komit, i kishin shërby mbrojtjes së atë dheut, të mos përmendeshin, as bile edhe këngën në qopsa është as gjysmë e këngës mos të kënoj, sepse e dyta të transformoheshin për shembull këngët me laut kanë qenë këngë që deri në vitet të 50-60 në Shqipëri janë kënu vetëm për ciklin për kreshnikët, Gjergje Lezalia, Mujo Halili, Tanusha, ato figurat e tjera që janë atje. Tashi thanë, këto janë këngë që populli jonë i don, janë edhe këngë të vjetra, janë edhe këngë. Pse të mos kënojmë këngë me lahut, do të kënojmë për Enver Hoxhën, për brigadën e parë nacional qeveritare, po me muzikën e këtyre, ose për shembull mund përshtaten toshin edhe këte, për Azem Galicën, për Bajram Currin, për të tjerë kështu. U arrit edhe deri atje sa për shembull thashun krahas këngëve për partizanët dhe figura, të cilët, se ai që ka qenë partizan i thjesht në vitet 43-44 kështu, ai ka dalë për të mbrojtur atë dheun, nuk jo është nuk këngë, mirë shumë, por ishte problemi që të gjithë programi artistik të kthehej në program në përshtatje dhe në shërbim të politikës. Partia, pa në të kuptim, jo partia, po bëheshin 4-5 kontrolle të grupit. Pasi i këndonte grupi, ai që përgatiste grupin atje do të paraqiste libretin, tekstet e këngëve. Dhe tekstet e këngëve i merrnin 7-8 veta, fillonin që të parët e herë ishin ato instruktorët e komitetit partisë që i shikonin dhe ato e vënin veton, thoshin kjo jo, e ke parasysh i hiqnin. Patjetër se ato nga ana artistike nuk kishin njohje. Ta themi hapur, nuk kishin, shifnin partishmërinë. Pastaj kalonte në shkallën e dytë. Shkalla e dytë ishte tek komiteti i partisë që vishin sekretarët komitetit ose sekretarët parë, kryetari i komitetit tek këto. I shikonin edhe ato për zdyti dhe i jepnin edhe udhëzime. Mërna 10 ditësh që derisa të bëja prova gjenerale, se bëj nga prova gjenerale në përrete,
Pa tjetër të krijohet edhe i këngë për këtë ngjarje. Edhe duhej atje fillonin ato me lapse kështu e ta krijonin edhe me motive popullore, me ashtu. Zakonisht për motivet popullore nuk i kishin shumë vështirë sepse gjenin motive të këngëve që ishin me motive shumë të mira, të realizuar artistikisht, të tjera dhe i fusnin tekstin tjetër, tekstin e ri në shërbim të tyre. Këngët ekzistuese u merrej melodia muzikore, azharnimi muzikor dhe i veshëshin tekst tjetër dhe teksti tjetër këndohej. Kjo ka ndodhur që në qendër me ansamblit e këngëve dhe valleve, me grupet e folklorike në Gjirokastër, qoftë në rrethet si Gjirokastra, qoftë në rrethet të tjera, për shembull unë di raste konkrete për Dibrën, për Pukën, për Peshkopin, për Kuksin e për të tjera që ne e dinim melodinë që kjo është kënga e Halil Alis. Halil Alia ka qenë kundërshtar ka qenë nacionalist, as me ballistet, as me komunistët, as me fashizmin, as me këto. Kënga e tij ishte bo këngë për dikë tjetër dhe ato që e dinin nga e kalumja e dinin që mirë thosh, bile e bënin edhe me melodinë kështu thoshe, kjo është atje e bukur, e kanë gjetë bukur thoshin në njërën e tjetër. E dyta, duhej të ishte tematika kryesore, tematika e mbrojtjes së idealeve të partisë dhe ajo për të dhënë çdo gjë për të shërbyer detyrave të partisë në punë, në ndërtim, dhe të krijoheshin edhe valle të reja dhe këngë të reja, për shembull, janë krijuar që s'ka pas kur në traditë, vjelja mollave, vjelja gështenjave. Nuk ka pas kur valle. Ato valle u krijuan edhe duke përdorur pantomima që kanë qenë që luheshin në teatrin familjar ose teatrin e këtyre ceremonive të ngushta familjare, duke marrë ato figurat, ato lëvizjet dhe u krijuan këto dhe këtyre bile jep edhe prioritet që këtyre t'u jepet çmim që të kenë zhvillim edhe në të ardhmen, sepse këto na shërbejnë dhe janë. Dhe në këtë rast, duke u zënë programi me këto, eliminoheshin shumë elementet të traditës që ishin vlera kulturore, vlera etnografike, vlera koreografike që kishin shoqëruar popullin ton në vazhdimsi. Për shembull, ju këndoi shartarve atëra. Shartarve që po ashtu ose minatorve. Dhe këtyre ju këndoi me atë deviacionin sikur këto ishin duke bërë çlirimin e Shqipërisë ose mbrojtjen e figurave të pavarësisë kombëtare të atyre. Kur në fakt këto ishin duke bërë një punë për të marrur lekët, patjetër se për atë kohë kanë qenë në kushte të vështira dhe si kushtet vështira që janë kanë një kontribut dhe një merit që kanë dhënë edhe diçka për ekonominë tonë. Por nuk është sepse ato po bënin një punë vullnetare për të ndryshuar, për të zhvilluar Shqipërinë, por apo bënin një punë, bile bënin lutje edhe me zi e gjenin që të shkonin të gjenin punë në minjerë, se në minjerë trajtohesh edhe mirë, kishe qizme, kishe rroba, kishe barake për fjetje, kishe memc me mjes drek dhe dark, dhe kishe edhe të ardhurat të mira që mund të ndihmoje familjen. Këtyre duhet t'y ashtu. Pastaj, duhet në çdo mënyrë që të lëvdroheshin ato që i dalin përpara dhe i vënë në zbatim vendimet e partisë dhe të pushtetit të kohës. Ti kënohej asaj mësuesës që ishte revolucionare, që nuk njifte mentalitetet e këshia njërën tjetër. Dhe në mënyrë absolute nuk mund të përdorej as edhe një gjysmë fjale që kishte ose ato që partia i quante meturina të huaja, ose ato që ishin besime fetare që i kishte populli ynë, ose edhe ato kontribute të besës, besnikërisë, fjalës së dhënë, të solidaritetit që kishim ne shqiptarët dhe na ka shoqëruar në periudha të ndryshme të historisë. Të këto nuk solidarizimin e bën partia. Partia për shembull ke Razdeket jep 2000 lekë shpërblim. Mbaroi puna, që nuk ka kontribut të kujt tjetër. E treta, kishte një luftë për të zhdukur ato element që ishin të trashëguar, për shembull, në fshatin Brebull të Pukës, është edhe e shkruajtur që në vitin 92 që kishte ngel shumë peng atyre, vdes një person që ishte me za, dhe ai lajmësi, sepse atje janë fshatra të veçanta edhe të largëta, lajmësi ai zoti i shtëpisë dërgon lajmës në fshatra edhe më të largëta që ka vdek filani dhe të vini. Dhe siç ishte zakonin, vinin me xham.
Gjama ishte që vilin 3-4 veta këtu, 10 veta atje, 15 veta atje, dhe njeri unë për vlajnë, ose për kushërin, ose vlaj për miku në njërën e tjetër. Kjo gjamu bo edhe një eveniment shumë i rëndësishëm për familjen që e nëronte, sepse kështu ishte atëra, si që është edhe sot që po t'jetë kortezhi i varrimeve shumë i ashtu, thonë e ndërun familjen e personin që vdiq edhe atë, por u bë edhe një spektakël artistik i jashtëzakonshëm atëra, dhe i zoti i shtëpisë është thirrur në komitetin e partisë të Shkodrës, se ishim në prefekturë Puka, ditën e dytë që të mos ishte në pritje në atyre, dhe kur kishin ato për të bërë shtatat, është udhëzuar që të mos bëjë të shtatat, bile pjesëtar të familjes mos ishin atë ditë, njëri ishte diku tjetri ishte në zbor atëherë se që të mos ishin në familje që të thoshin ja bëm gjithë këtë ato që e kishin bë, sepse rishkonin ato të afërmit, rishkonin edhe ditën e 7 për të pi kafe, për të ashtu siç ishte, për të thënë që ja ku ashtu. Dhe pastaj mbledhjet e frontit të ndryshme, pse bëhen gjithë këto, nuk duhet të bëhen, dhe filloi radhë gjama e burrave. Si ishte problem për Problem për regjimin ishte sepse ishte një vlerë e trashëgimisë dhe shumë masive dhe që boni shumë bujë dhe nuk ishte në shërbim të as të organizatës frontit, as të organizatës partisë, as të mobilizimit për mbrojtjen e siç e kuptonin atëherë kundër diversantave të periudhës, dhe kjo ishte një farë konkurimi që po i bënte pushtetit komuniteti me forcat e tija artistike dhe respektuese për një të vdekur, dhe kjo do vazhdonte duke i respektuar. Ajo nuk donte asgjë, çdo gjë do ta respektonte partia. Po të vinte për shembull, edhe në fshatrat e Tiranës, po edhe në Tiranë, po të vinte një burr i përmendur i Tiranës në shtëpi bashkë me një 10 burra të tjerë, në një rast vdekja, një rast dasme për të udhëruar, burri më i nderuar që e njihnin komuniteti, ai vehej i pari, sepse i pari ka gjithmonë të respektin e tij që rrinte. Ndryshoi këto, sidomos për Malsin, kjo ishte edhe një thyrje koke, sepse tash në krye të dasmës, në krye të vdekjes, në krye të ceremonive të tjera, do rrinte o sekretari i partisë o kryetari i këshillit. Mund të ishte ai sekretari i partisë edhe në burr që kishte dinjitet, që dinte të jepte drejtim muhabetit, po mund të ishte edhe në kërkushi, ai do rrinte, këto të tjerë do rrinin një çik kështu edhe do dëgjonin atë. Ai ishte i pari. Të gjitha këto janë element të ndryshëm që vepronin për ta kthyer njeriu e banorin shqiptar, dhe sidomos në Malsit është vepruar më shumë, në një ushtar që futet në rresht, në një ushtar që çdo gjë duhet ta drejtojë syt te partia dhe te ajo që ajo do na ndryshoj, ajo do na japi, ajo u ta thash që në klasë parë, bashku në klasë parë, fatosat thoshin, nana është partia, ajo na ka pru rrugën e makinës, për reminiscencë nuk e dia mbani mendën këtu, dolin 96, dolin telefonat celular, ishin shumë shtrejt atëherë, se ishin me ashtu. Dhe me shaka, edhe ca dhe pa shaka, po i kalon taj mentaliteti, thoshin, telefonat që na ka pru Sali Berisha. Nuk e di, a keni dëgjuar apo jo atëherë. Edhe thoshin kështu, disa e thoshin edhe me tallje me ashtu, disa e thoshin me kështu, që ja, kohën veroj, Sali Berishës na solli edhe këtë lloj telefoni. Ai ishte një teknologji që e solli. Edhe atëherë, ardhja e dritave në fshat, ardhja e dyqanit në fshat, ardhja e bezës e stofrave këtyre që kishte, përmirësimi edhe jetës, sepse nuk e përmirësoi jetën Partia Punës, jetën e përmirësoi kushtet të tjera që ishin, sepse ne po të krahasojmë Shqipërinë, ja ku e kishim socialiste Maqedoninë, ja ku e kishim jo socialiste Greqinë. Në vitin 1919, kur shkonim në qoftë në Maqedoni, që ishte një vend i prapametur i Ballkanit, qoftë në Greqi, nuk dinim të hapnim edhe ato dyrët që ishin me fjalë kaq brapa ishte. Dhe e dyta, ne mbajmë mend që në vitin 91-92 thoshin po kaloven për Maqedoni se shkuin në Turqi për të bërë njerëzit tregtie, thoshin vila 3-4. Sot ka vila 3-4. Pse? Sepse nuk i solli Sali Berisha as Edi Rama, po i solli as zhvillimi që u hap shoqëria dhe vazhdon. Kurse atëherë çdo gjë që bëhej, për shembull edhe radio me Vajguri që vinte fshat, ka pru partia radio me Vajguri, nuk e ka pru kusht tjetër. Ajo radio me Vajguri
po mos ishte partia, do ta kishin blerë një 10 të tjerë privatisht atëherë dhe do ta kishin atëherë, sepse dolin në tregun europian, po themi, në tregun që ishim neve më të afërmit. E dyta, libra për shkollën, çanta, këto, libra të mirë me ilustrime me kështu. Ja, Partia Komuniste, Partia Punë si ka po. Për të mos u fut pastaj që vazhdoi kositja, jo korrja, po kosë e madhe, e çdo njeriu që mendonte të ngrinte krye dhe të shprehej lirshëm. Kemi aq shumë shkrimtarë të viteve 50-60, piktor, shkrimtar, gazetar të dënum, ma shumë se sa gazetar që kanë vazhdu të ekzistojnë në të ardhmen. Dhe ato gazetar, neve për inertësin që kemi, ato shkrimtar, ato piktor, edhe sot nuk arrim dhe nuk i ngrem në nivelin që duhet, që ju takon për shembull. Askush nuk kujton që ka qenë një poet i shkëlqyeshëm, Sejfullah Mallishova. Nuk po them se ka qenë edhe kundërshtar për ideologjinë edhe për kulturën i Enver Hoxhës edhe i Komitetit Qendror. Kemi figura si Kindushi, kemi pastaj Minushieron, dramaturg që jo dramat e tija sot i kanë zili sepse nuk i arrin në nivelin e tyre. Kemi fillu kemi pasur piktura që në vitet 50-60 dhe ato piktura o janë qenë dizenjator. Kemi pas këtu në Teatrin e Tiranës që bëte dekoret, jo skicograf, piktor që ishte diplomu në Itali dhe ishte mbajtur në Itali për të nej pedagog dhe nuk nejti pedagog, sa i donte kishte shpresën që të Shqipëri të zhvillohesh kështu. Dhe këtu arriti të ishte piktor dekori. Dekori është që ato fasadat e fundit të asaj. Dhe këtu mund të përmenden emra të pafund, gazetarë është të dënuar, shkrimtarë është të dënuar, piktorë është të dënuar, pedagogë është të dënuar, sepse çdo gjë që ishte, edhe shkolla unë e kam marrë para viteve 90, po të mos merje materializmin dialektik, atëherë ti kishe një shënim në kartel për atje ku do të emrohesh, sepse nuk kishe qenë në marksizëm-leninizëm. E dyta, në organizatën e bashkimeve profesionale bëheshin këto, ka përgatitje dhe interes për leximin e veprave të partisë apo nuk ka interes. Dhe nëse nuk ishte interes, ishe kandidat për të transferuar nga i vend pune për të shkuar në një vend pune tjetër më të vogël. Dhe as komiteti i partisë kur e shkruante bashkimet profesionale, por edhe bashkimet profesionale nuk e shkruanin asnjëherë, po u mor vesh me ato. Ishin gjërat të piketuara. Po kishte një aparat. Sot kemi një aparat burokratik me këto shoqatat të ndryshme, këto të shërbimeve janë shtu ma shumë të qeverisë njëra tjetër. Atëherë kishte një aparat kryesisht vullnetar, po që ju jepeshin edhe ca privilegje që ishin që merreshin me këto. Një ndërmarrje përgjithësi bashkimeve profesionale nuk kishte bën ndonjëherë në punë. Kur? Ma të punë merrej. Po takoj brigadierin, po takoj atë, jam të shkuar mbledhje, jam të shkuar atje. Sekretari i partisë dihej që edhe paguheshin të ndërmarrje të mëdha, sekretari i partisë paguhej me rrogë. Drejtori është drejtor, nuk po futemi sa është gjë administrative. Pastaj kishim organizatën e grus. Edhe organizata e grus, ajo shkonte në mbledhje atje, në të tjerët, ato të tjerët nuk e dinin se çfarë flisnin, se si i rregullonin ato gjërat, por kryesisht që nuk të falte Partia Punës ishte probleme ideologjike. Problemet ideologjike atëherë janë dënuar njerëz që dihen me emër, e mbi emër që kanë thënë buka gatuhet kesh. I janë futë edhe 2-3 gjëra sikur ka folë. Me që po flasim për gjëra konkrete, ka qenë një drejtor gjeologjia atje, u smu ai se shpati në kokë, me që kishte një farë reputacionin në Ministrinë e Bujqësisë, e kërkuan që të shkonte në Hungari. E ka pas Ismail Gjemali, jo Qemali, po Gjemali. Dhe shkoi në Hungari, neti 2 javë në spital, po në Hungari edhe këto spitalet europiane, si kanë dëgjuar tash, të marrin edhe nën kujdes 3 ditë të tjera në hotel, edhe i pusin të shpenzimet e kurimit. E majten 3 ditë në hotel. Ky, me që jetonte, si jetonim kohën e Partisë Punës me tallon mishin, bërxollat atje ishin shumë të mëdha, bifteket ishin shumë të mëdha. Erdhin në Shqipëri, shkuan njerëzit e panë shiqyr për njërin e tjetër, ndër të tjera ai tha, atje tha ka Hungaria, ka tjetër ta koncepta ka. Dhe unë nuk kam qenë në gjyq, po kam qenë në puk aty kur është bërë gjyqi, kur ka dalë ai që i ka dalë dëshmitar, po ke thënë se në Hungari bifteku është sa gjatësia e dorës.
dhe ka qenë një nga faktorët që është quajtur ideologjik, sepse lavdron vendin revizionist dhe jo Shqipërinë, ku Shqipëri ne kemi këte. Ajo dënu 6 vjet, në fakt vdiq në spital, vdiq në burg i shkreti. 6 vjet që kishte Berzolla hungareze. Berzolla hungareze kishte thonë edhe për 1-2 gjëra të tjera, ai që për shembull një grua prej atje ishte transferuar një kooperativë të largët dhe ai kishte thonë, "Me që është Pukjane, pse se lam këtu se na duhet, kurse këto jabanxhit." Sepse ishte jabanxhi ai që ishte afru, ishte thonë ai jabanxhia dia edhe I vit dorri do ikin punën e tij, vlonjat ishte, vlonjate nuk e di, edhe I thanë ja, nuk ke bo respektimin e kuadrave që kanë ardhur, pse tash desh të bëhet politik. Avokati, ai dresh, prokurori thoshte, ke desh të bësh edhe politikën e kuadrit ti, thoshte. Po, thoshte, e kam thonë, atë e pranoj, këtë Berzollave I bite, nga I qik hasha këtë, thoshte, jo, po, kam po Berzollat mira, po si duket kam qenë nga spitali edhe njërën e tjetër. 6 vjet të dënu, vdish ka vdekur në burg. Unë kam njohur Ali Rizan, që është futur 2 herë në burg, një herë, sepse më falin për shprehje vajzat, ne merr brigadierin natën, se bënte alarm për jo shirje, korrje, që ishin këto, bënte ai brigadieri alarm natën, në fakt ai donte I shkreti me mbledh grurin e këto, ku di unë se si ishte puna, edhe çdo gratë natën, se natën nuk e nxjerr grurin për shtëpi, një edhe e dyta është dënuar sepse buka që shkoi me blejmë të furra bukës, mera revole nuk e çpon. Për bukën. Kjo është buka partisë, kjo është buka që ka sjell socializmi ka siguru bukën në vend, ti je I pakënaqur sepse më përpara ke pas bukë, ku diun se ç'a njërin e tjetrin, edhe është dënuar herë 2 vjet, herë 4 vjet. Ka bote 2 herët nga 2 vjet burg dhe ja quajt politik. Djali I tij në vitin e 3 në shkollën e mesme bujqësore është përjashtuar nga shkolla për arsye të ndikimeve dhe agitacionit të propagandës që bën baba I tij. Mustafa Arifaj e ka emrin, jeton edhe sot, duket para 3 muaj ka dalë në pension, dhe vllai Tonin Alis, nuk e di, keni dëgjuar ndonjëherë shifi reklamat Ardeno? Vllai Tonin Alis, me qenë se gjyshi I tij u dënu politikisht, sepse u dënu politikisht në vitin 67, sepse në vitin 52 kishte pritur një të ardhur nga jashtë dhe një tjetër, e futën në burg atë, e dënuan një 3 vjet, 4 vjet, nuk e di, sa ai ishte 89 vjeç. Tamam, të Ardenos, Tonin Ali e ka, po se keni dëgjuar emrin nuk ka, po ai që ka Ardenon atë, dhe vllai Marku, vllai I Tonin Alis, është përjashtuar nga viti I 3 I shkollës gjimnaz. Është përjashtuar nga shkolla dhe I ka shkruar letër komitet qendror, I ka shkruar atë gjithë të rrisnin, I thonë po jo, po nuk na ashtu, jo po këtë, ja po do ta shohim më vonë, mos pranojmë dhe pastaj ai vdiq se pati taksiratet e tij, aksidente kështu, po ngeli sepse nuk lejoi të shkojë në shkollë. Studios shumë e kanë thënë që në fakt veriu ka qenë një diskriminuar shumë në veri gjatë në Shqipëri. Por ju po theksoni që ky diskriminim është edhe në element tradicional dhe vazhdimisht. Në optikën tuaj, pse ka qenë ky merak I veçantë, jo thjesht për ta gjallëzuar njën, po edhe për ta stabilizuar nga shpirti I kulturor. Ka faktor historik që e shpjegojnë, po ti analizojnë këto. Duke qenë se veriu dhe edhe fushat e veriut, për shembull, fusha e poshtë Laçit që është deri në detin e Adriatik, kryesisht ka qenë me banorë të ardhur nga zonat malore. Ato deri në periudhën e Mbretit e kështu kanë qenë knetore, pastaj kushtet e ndryshme erdhën ekskavatorët që I solli partia, po ekskavatorët I zhvilloi industria, erdhën këto. Fusha e Zadrimës, fusha e Shkodrës, se këto kanë qenë edhe ato gjithnjë të ndikuar nga mentaliteti dhe koncepti I traditës që ka pasur Shqipëria e veriut. Shqipëria e veriut ka pasur një koncept, ka qenë e prapametur në disa aspekte kulturore,
në disa aspekte të marrëdhënieve tregtare, ato vazhdonin akoma të thoshin për shembull, do më japish një lop, unë do t'jap 100 kg drithë edhe 60 kg fasule. Sepse ato kishin të mundshme. Sot për shembull kemi lekun që është çakullim edhe lek marrim të gjithë të ardhurat, atëherë të ardhurat i merrnin ai që rriste blegtorin, kishte të ardhura blegtorin, ai që rriste bereqetra te këto, kishte të ardhura bereqetet, ose edhe një zanat i vogël që kryhej për shërbime të ndryshme, bëj derme, me bëj lanë ndërtimi, këto ishin kërkesat. Por amo ajo pjesë e popullsisë kishte një aspekt tjetër që ishin shumë më lart se sa këto pjesët e zhvilluara, sepse ai e kishte në shpirtin e tij lirin. Për të folur, jam i lirë, thoshte, mos ofendo kanë, mos ranoj, thoshin kanë, mos shaj kanë nga familja nga këto, është burrikes filani, pse? Se filani t'ja ka hedhë filan ditë, punë madhe, e thoshin hapur, azi ke parasysh, ose filani këte. Dhe e dyta, kur mlidheshin për problemet e fshatit, çdo njeri dilte, jo duke folë, mos flasë më kështu, çdo njeri e kishte në psikologjinë e tij të fliste drejt, ashtu siç mendonte mirë apo keq. Dhe këto ishin faktor sepse nuk ishin, për temi nuk ishin qytetërum, ato kishin qytetrimin e tyre, sa është qytetrim, i çdo faze, i çdo kulture, i çdo shteti, i çdo etnie ka qytetrimin. Por ato kishin këte, kryelartësinë e personalitetit të tyre që nuk donin në asnjë mënyrë që ta ashtu. Ardhja e ideologjisë komuniste, që kur tha, do vi çorientimi që do i bëhet nga bolshevikët familjes, në radhë parë, pronës, drejtimit dhe unitetit dhe organizimit që kishin komunitetet. E dyta, do vinë drejtuesit të drejtonin, sepse nuk ishin mësu kur që të drejtonte një drejtues ose një delegum i huaj ato të huajnë edhe kryetarin e komunës, e venin kryet vendit, e respektonin në njërin tjetër. Kur i thoshte ai kryetari i komunës, do bëjmë këte, mirë i thoshin, do bëjmë mbledhje javën tjetër, po. A kalove mirë këtu ke parasysh dhe vendosin vetë ato se si do t'i banin shumicën e punëve, se disa punë ishin të tjera. Në ushtri, ato nuk i merrte kush për t'i futur në rresht, në kuptimin e, për shembull, në 540 pukjan janë nisur për të shkuar në Shëngjin me pushkë Italinë. Ka dokumenta këto. Po t'i thoshte një komandanta, një general, futurin në rresht, skuadra pare, dyte, treti, i thoshin atij generalit, rrihti këtu se po hikim në sa të më shtimet. Sepse ky ishte koncepti i tyre. Nuk mund të themi që ishin shumë më të përparuar, po kishin këte. Dhe kur erdhi ai komunizmi tha, do të bëjmë kolektivizimin, po kolektivizimi si është toka nuk është e kërkuar. Jo më zotni, këtë tokë është baba jem është bra, unë e kam ble me flori, unë kam hik prej aty, unë e kam hap tokë të re, njërën e tjetër. Ju duk sikur erdhi dikush t'ju mori shpirtin. Pastaj kur fillon t'ju thoshin edhe për fen, patjetër sa ato nuk janë shumë në shpirt fetar, po janë në aparencë dhe në dukjen e jashtme e kanë shpirtërore që unë jam i krishterë. Pastaj ai nuk e ka lexuar Biblën, as nuk e donte me lexu, bile edhe prifti nuk shkonte me ashtu. Po ti shaje, po ti thoshe do heqim fen, po njëri pa fe thoshte çush dreshin me jetu. Më fal se po flas në gjuhën e këtyre. Gjithë kjo ishte bë pjesë e identitetit dhe gjithë këto që vinin për ta orientuar gjithë organizimin dhe moralin edhe nerin edhe shoqërinë që kishin pas ato. Ai donte të shkonte Krushk, dhe kur shkonte Krushk me shtime pushkën ja mori. Po të mande në i pushka aty e fut të 2 vjet, deri në 4 vjet e fut ashtu. Filloi të merrte për shembull në ato organizatat e ndryshme mbledhje natën, ai frontit bën mbledhje front, të raportonte njëri tjetrit. Dilte ato se i dinin mërna për mërna fshat, filloi për çamja këtu. Ai nuk dinte të raportonte në kohën e vjetër. Ai në mbledhje ta thoshte hapur. Nuk ishte bë e përgjithshme kjo që unë flas hapur, ai flas, njëri hatri ty punë e madhe. Viti tjetër do dilte një çështje tjetër që ti do thodoje që unë të flisja hapur. Për të futur në rreshtore, për të futur edhe në rreshtore në drejtimin që donte ideologjia marksiste-leniniste, jo në rreshtore për problemet e përgjithshme njërën e tjetër. Se për shembull, po t'ishte puna për të hapur një rrugë që donte ta hapte ajo, po ti thoshte punë vullnetare, po ai thoshte fshati, thoshte mandaj pjesën prej ku deri ku e vje bajun atë ditë
kur të mos kem ministrin, kur të mos kem ata, ishin të gatshëm, e kanë pas humanizmin, e kanë pas solidaritetin në mes të njërit tjetrit, por nuk kishin këtë formë që donte kjo. Dhe kjo formë e prishi, por e vetë komunizmi e prishi. Për shembull, shkovi në Kelmend. Në Kelmend, në vitin fillim janarit të 45-s, nuk kishte kam as gjerman, as italian, as kërkush. Dhe shkoi arrestoi burrat më të mirë të Kelmendit. Prek Cali, po t'ishte pruna dhe vërmoshin, me marrëveshjet që pati bo zogu me kërkesën e lidhjes së komeve, do i jepej siç u dha manastiri, do i jepej edhe vërmoshi mali të zi. Prek Cali bashkë me të tjerët, ama Prek Cali ishte ai, nuk lejoi sepse ju doli aty me luftë, edhe nga ky fshat janë vrarë, bile janë vrarë njerëz të atyre që u arrestuan dhe u dënuan u pushkaton. Dhe shkoi çoj fjalë Prek Calit, hajde këtu. Preka shkoi se ta kundër partizanëve s'kam luftu. Gjithmonë popullsia krahina me ka dasht, popullsisë të krahinës i lidhen me tela, jo me hekur, a lidhen me tela edhe me të shehu thoshte, shiko se ai është burr thoshte që ja kanë të gjithë thot ja kanë hatrin, prandaj thot të ruhet thot me një skuadër të veçantë dhe kur erdhin Shkodër bën një gjyq, siç bëj gjyq Beshkresa e pushkaton. Do me thonë, po të pushkatohi Prek Cali, ishin një 10-15 të tjerë që do dinin, o do pushkatoheshin, ose do rrinin urt mbyll gojën, sepse i kishin një 10 të tjerë, sepse filloi kjo që themin e mërna këtyre organizatave që ishin, fillon të rridhnin dhe të bëheshin shërbime në shërbim të partisë. Dhe ato rrinin urt dhe disa prej tyre u arratisën, që kufirin e kishin afër, të tjerët në janë urt. Preken me akuzën që kur kemi ardhur tek ne ke shku i estrahut të filan shpellë, por nuk ke dalë me prit brigadën. Ai në fakt nuk ishte aty, por kishte shku me ta. Nuk edhe në çdo lloj dokumenti të partisë punës, dhe dokumentacioni i asaj kohe nuk del që Prek Cali bashkë me 11 të tjerë që janë arrestuar për herë, ti kanë pritur me pushk partizanët. Por i kanë pritur duke ikur. Prek Cali ikte për shtëpi, shkonin partizanët dhe i thonë, "Ku Prek Cali ka shku te i mik." Në fakt kishte shku te i mik. Po fshatrat janë 3 kilometra larg miku, te i mik. Se s'don të mu taku me ta. E kishte këtë, pse se këto po sjellin bolshevizmin. Këto partizanët janë bë solidar, kjo ishte më e keqja, janë bë solidar me partizanët malazez ato nuk i donën. Mund të ishte mentalitet. Mentaliteti pa mentalitet, ato ishin vrarë gjithmonë me to. Pastaj u vra Prek Cali, po shkoi Nikola Vangjeli, ka qenë pastaj që bo koloneli i asaj, shkoi mledhi fshatin edhe fshati i tha, "Ço po na thu?" E po rrinin urt ato. Ka marrë ju lexu gazetën, tha që ka vdek Prek Cali. E kena marrë vesh ta përpara. Jo, është shpërna, nuk i kanë ndej. Ka bërë reprezalje dhe 3 të tjerë ka arrestuar. I ka çuar Shkodër. Pse ikën? Se s'donin me ndëgju fjalën e partisë. Sa ato, për çka keni ardhur për Prek Cali? Partisë jo të kundërshtojë, po edhe thjesht mos prezant aty kur partia do të ishte si të fundoi vrarë simbol. Jo, e vrau i Putinburg, po. Ka pasur raste që kur ka vdekur në një burgosur, se këto rrallë heri përmendim, në minierat e Bulqizës, ai varrosej tek hidheshin veturinat që nuk ishin mineral atje. Dhe nëse ishte dënuar 18 vjet, kishte bë 2 vjet, edhe 16 vjet familja e tij nuk do lejoj. Dhe nuk ka pas raste deri në vitin 19 që as i familje të ketë tërhequr kufomën. Sepse edhe po të shkonte më ashtu, thoshim ne nuk e dim, filan punëtor që kanë qenë para 10 vjetësh atje, burgosur që ashtu kanë hedhë atje, na ka humbur ajo është gjurma njërin në tjetrën. As kufomën nuk e kanë kthyr të burgosurve politik kurrë deri në vitin 1990. Do me thonë, qofse dënoheshe politikisht, ishe i dënuar edhe në këtë jetë, edhe në atë jetë. Qa nuk e bante as një shtet, as Turqia, as Gjermania, as Italiania, as Sllavet që ishin më të egrit me neve. Këto ishin thyrja. Dhe njerëzit që ishin të ditur atëherë thoshin, nuk kemi se ç'bëjmë, vetëm se të përthyhemi, të përkulemi, po të mos përthyhemi. Unë më mend fëmijë kur janë prishur varrezat.
Varrezat me kryqa, të gjithë kryqat janë thënë. Kush një gjej në njëri më përpara, e mori në kryq e futin 10 diku tjetër e fshehu. Dhe unë kam pa vetë pleq duke shku tek njëri tjetri, gati si me kënë të shku për kryshnosh dhe thoshin. Unë isha fëmijë 67-ën, pak i kuptoja, ato thoshin, tashi s'ka ku shkon ma shumë, deri sa u morën edhe me vorret. Jo me ne, po deri sa u morën me vorret. Por i një gjëja duke thonë, këta do me thonë janë të tjerët, jo ne, që ashtu. Kanë qenë gjëra jashtë zakonisht që neve sot nuk mund t'i kuptojmë. Si sot neve nuk mund t'i ashtu. Janë detyru njerëz që të thonë do shkojmë në Vietnam për të luftuar në Vietnam. Pse? Sepse kishin në një afër dënon politika kështu, i thoshin shiko sa i afër politik kur ka shku në Ballësh, pasi ka marru 6 vjet këtu, i ke qu 2 kg fasule, se në Ballë, në këto burgjet e punës, gatunin vetë ato, edhe ju lejoj. Ja e dinin që i ke qu 2 kg fasule, ja ke qu ati me filanin që ka shku atje. Po sa ashtu, është dokumentaj, do të merremi, pra na i qohu kur të bëhet mbledhja frontit, se kishte edhe mënyra të tilla, kur të bëhet mbledhja frontit, e thuj, jam 72 vjeç jam unë sot, po unë jam i gatëm me një mu partinë, me një mu Vietnamin dhe me ndonë pushkën shkojnë Vietnam me luftu. Dur të rukiti atje, ka është dhe emri në gazet. Dhe ma vonë ma sa ne i kanë thonë, qa bone kështu ta? Shko pyt një thasë, uja kam qupil pashkëcorit të në burg në atjeta, 2 kg grosh ta erdhen, ta e ditë ma mirë se këtu këshin numru kokrat. Ishin edhe format për të nënshtru ishin kash të lezetshme, kash të regullta sa nuk ishte një organizëm, dega mërënshme kështë gjitha toho. Be qa mërëshin atëra. Kush vidhë atje, vidhë një gjatë vogël atje, një thash qiment ose s'ka pasë njërë në tjetër, kush bëjnë i raje edhe për t'ishte i fshati ato e kujtari këshillit e këto edhe mund t'i pajtonin ose i pustin buk, po ato gjurmonin gjithë kund ku të kishin këto pikat që t'i godisnin. Në të rolin dhe të përgojnë një të të një qatë dhe në nivel kulturor, madhë që interesante se si kemi përshtatësim të terrorizimit të populatës, po edhe në ndrydhjen. Shiko, ndrydhja e mos që çdo njeri të fliste atë që nuk mendonte, dhe atë që të mendonte ta fuste këtu brenda. Dhe atëherë edhe për shembull në Puk ka qenë është qytet i lartë, po e shih qytet. Zona sipër edhe krahu andej merrte Prishtinën. Nën kryetari i degës së Punëve të Brendshme dilte pasifike i televizori i Tiranës dhe shikonte nëpër dritare se duket ajo drita kur ka televizor dhe ka thirrur shumë dhe i ka detyruar të krijonin edhe kushtet të këqija ndoshta me vështirësi ose duke raportuar të tjerë duke i thonë që ti shef televizorin e Prishtinës. Sepse dilnin, kontrollonin dritaret dhe po që se dritaret, se Tirana ishte fiku, Tirana 4 orë 5 orë kishte atëra, ke pa televizorin e Prishtinës. Tjerë thoshin që ati vjej nati, sa i në fakt e kishte shtëpi në krahun tjetër, nuk e merrte dot, se dhaj do të ve pa. Por ama të gjitha këto regjistroheshin. E dyta, në 76-ën, nuk e mani men, u bë kushtetuta e re. Mos ju e te prova duke folë mëse kur. Në 76 u bë. Atëra, në qoftë se kishe një broshurë fetare, në qoftë se kishe 2-3 faqe të një ungjilli ose të një Kurani, ose të këtyre revistave fetare që ishin zoni Shnanot, Djela, Kumbona Djelës, ose kjo revista që ka qenë shpërndar dhe në zonat e thella muslimane, zoni nalt muslimane, po që se dikujt faktohet që ja ke tregu, dënoheshet taksativisht 6 vjet. E sipër. Dhe me këte janë shtrënguar shumë njerëz të kryen edhe poshtërsira që janë kapur, sepse hetusia edhe të merrte kështu. Këte e kemi fakteve që e ke bë, atëherë ti do na bash shërbim kundër tjetrit pilanit, dhe janë bë edhe spion me zor. Sepse çdo propagandim thoshte i çështjeve fetare dënohej 6 vjet e lartë. Dhe 6 vjet e lartë dënohesh edhe po të kishe. Edhe një kryq, po t'ja tregoje, kishte kryq, se kanë pas gratë që i banin kryqa, po t'ja tregoje një jashtë të shtëpie, që kishe të mbyllur atje dikuti, të kapte ligjit 6 vjet.
Kaq egërsisht ka qenë bo. Le për këto të tjerat, pastaj që ishin, se këtu ishte kryesisht për në artë letërsi e këto. Për shembull, të rregoj rast tjetër. Një dajre, njëri që e bën atje për në festival folklorik, bën shqiponje, por nuk bën yllin. Dhe bëhen mbledhjet 3-4 ditë në komitetin e Tiranës, a me e pranu grupin e Pukës, atë grupin që kishte atë vallën me atë, apo mos me pranu. Plasi skandali që edhe siç duket e kishin parë në kronik televizive në kështu, Bori dhe Berati për të njëjtin gabim, edhe o mbylla jo harru, ju vë ylli të dy, zimi kuptohet ylli atëherë. Edhe ju vë dajre, që janë dajret, bërë shqiponjen, do të vesh yllin. Po yllin që se ke vu, do mu tregu nacionalist, do mu tregu, po se ka pas Ismail Qemali, le Ismail Qemalin, jemi koha partisë tash, është partia, ylli partisë, njërën e tjetrën. Bile, kur ishin puna për të qetë, se ju si mani men, edhe ju nuk e mani men, koci i partisë tashin, këtu duhet mu qetë, të kjo këtu, favoritet për i pate këtu, të përjashtorin nga shkolla. Ismail Canin në institut të lartë, është një koc këtu, aty, po si pate aty, ajo është koc ka part, dhe thoshin edhe intelektuale dhe kështu ishte bo si ligj, dhe o për them një Ismail Cani, pastaj e mori vetën, u bo dhe pedagog në Elbasan, e shkolla mesme atje, është përjashtu një vit për flokët e gjata dhe demek në piktur ke ndikimet të huja. Në pikturën e klasës, që ishte në nëllheshin e mësusit, dhe u fut në provim, me fjalë provim, se ato kështu e qunin, në parashite i puna edhe në zhvillimin e ngjyra dhe në vizatimit bëjë vlerësimi. Po puna nuk futej atje, po se udhëhoqi pedagogu, dhe kishte pa për ditë duke u bë, atë ati tjetrit, u dënu për ne, është përjashtu, pastaj fati ti mirë u rrit, ka qenë një Lili Zhama e ri morën, pasi bori një vit pushim jo, për punëtorin kombinat metalurgjik. Për pyetjet se u bëna i bezdishëm bile kështu unë, falënderit më besoj për çfarë dim do përgjigjemi. Kështë shafë dhe viti që ata të 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 shkërin edhe sportive, sportive dhe janë dhe a i lërgjë dhe të një shëri, a qka dhe të një dhe të partia dhe i bagë të 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 metodologjia të 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 të. Këtë fjallën e fundet kjo metodologjia. Shiko, metodologjia është tepër e kronometrume. Në bibliotekat, sistemin e bibliotekave shtetërore, dhe të nërmarë, me fjallë shtetërore fusë dhe të kooperativeve bujësore, të nërmarjeve dhe këto, njëherë në 6 muaj vinte i materiali shaptilografu, këto vepra hiqen nga qarkullimi. Dhe po nuk i hoqte punojësja bibliotekës, pushoj, ose punojësja bibliotekës, pushoj nga puna. Njëherë në 6 muaj, edhe në qofë se ishin vetëm 7 tituj, a ishte buletin i brendshëm i bibliotekave. Dhe, tashit me që dolem të kjo. Enver Hoxha botoj librin kujtime, e kam ble këto ditë atë botimin e parë, se e kam pas ble dhe atëhera, nuk e them se e kishim domosdosh me ta blenin. Kujtime, kur lini partia. Kur lini partia i shkruan, bajta thot shkova të shtëpia me Metshehut, dhe me babën e Metshehut, burri urt, burri plak, burri mençur, burri përvojës, kishte vujtur, njifte edhe në Gjirokastës, me priti mirë, dhe nën sultana me bani shërbime të jashtëzakonshme, me lau edhe robat e kudiun në njërën e tjetërën. Me Shehu vrau vetën, apo e vran, nuk e dim neve. U hoq, kur lini partia, edhe Enver Hoxhës i është hequr nga qarkullimi, me urdhër, vepra, nga bibliotekat dhe institucionet shoqërore është marrë, grumbullu në qendra, dhe ajo nërmarrja librit Tiranë qarkullon të librin me makinë, vinte me makinë, vinte libra tjerë, ka marrë të libra për t'i bërë karton. Doli ribotim, u hoq kjo, dhe nuk u përmendën ato. Po aty për fatkesh kishte thonë që me një kapun e këtetot takova edhe një nga këto që ishin inxhinier nafte, pastaj që kishte shkuar në Bashkimin Sovjetik ishte bërë inxhinier nafte. U hoq për zdyti,
ajo që ngeli në qarkullim ishte botimi i tretë i veprave të Enver Hoxhës. Kur Enver Hoxhës i hiqeshin, po të përmendin një libër, një autor, tash po të përmend tjetrën, tash më që je edhe interesuar për këto ilustrimet e përprallat. Ka qenë një Zaloshnja, jo Eduard Zaloshnja, Mojsi Zaloshnja. Mojsi Zaloshnja, baba i tij misi me Enver Hoxhën e ka mbajtur në skrapar shumë kohë, i ka dhënë edhe shtëpi bila aty të presidenca, ma vonë në tjera, këto janë gjëra. Ishte mik edhe me babën e Enverit ai. Mojsi Zaloshnja, unë nuk e kam njohur birin e tij, skicograf. Ai ka bën një libër Gjysmalgjeli. Gjysmalgjeli, e di, besoj do ta kenë lexuar, i binin Gjysmalgjelit bam, ai nxirrte Flori. Është hequr nga qarkullimi, është prallë që denigron punën, është prallë që i jep popullsisë me menu që neve edhe qenje mitologjike, fantastike, tjera, na japin para dhe është hequr. Doli një libër tjetër po i këtij, Mojsi Zaloshnjës, pra ishte i lidhur shumë me familjen e Enver Hoxhës. Doli edhe i libër tjetër, sa të jetë Lalxhoni, ka qenë një prallë që e tregonin edhe Mirdita, Mati, Kuksi e Puka, sa të jeni Lalxhoni. Doli një mret, erdhi dhe ju tha, ose doli komiteti qendror i Partisë Punës, dashtu Enver Hoxha, erdhi ju tha atyre fshatarëve ose atij mlodhi aty dhe ju tha, do mbani ta një litar 3 pllam për rër. Asnjëri nuk diti me këtë përgjigje njërën e tjetër. Dhe Lalxhoni, që ishte i burr i meshën, që jeton të një stan atje njërën e tjetër, erdhi në mbledhjen tjetër se ky do t'i priste me shpatë këto, i tha, shumë dakord tha jena, tha do ta bëjmë, tha kena frikë se ta bëjmë keq, po na bie mostrën, domethënë na bie ti herë, si e ke bën një pllam dhe ne të bëjmë 3 pllame 3 metra sa të dush ti. Ja hodhi atij të pasurit, domethënë ja kundërshtovi fjalën. Dhe ajo vepër është hequr nga qarkullimi atëherë. Po këto të dyja që po them unë i mbaj mend. Po janë hequr nga qarkullimi veprat të jashtëzakonshme që bëheshin karton. Sa në lidhjen në këtu në shtypshkron në Tiranë thoshin do jetë në qarkullim apo do jetë në qarkullim. Dhe kur shtypeshin librat pa u vu kopertinën, shumë njerëz detyroheshin që punonin aty me vjedh librin, dhe libri që ka ngel për shembull Petromarkut, kës Nata Ustikës, më duket e ka ngel nga i libri i vjedhur. E ke parasysh, u shtyp libri, pa u lidh dhe ka vjedh një punëtor i kopje. U rrethu atje sepse ai roja nuk kishte nevojë me ardh policia atëherë, po të vinte i roje që ishte operativi aty për jashtë, e siguronte. Ne rrinim sus këtu, asnjëri s'bëte llafe, jo ne, po kishim ja 10 herë kaq. Se operativi ishte aty për jashtë. Dhe u mor libri, u paketun thas, është dhe 2 llosur, me dyll, me vul dylli, me vul plumshi atëherë dhe ka shkuar është bë karton. Ngeli një kopje se dhe ndërshkrimi atij, ajo e bie, nuk e di se ku e kishte humbur, dhe ajo libri u ribotu vetëm për arsye të vjedhjes. Vjedhje, nuk mund ta shohim vjedhje apo pa vjedhje, po ama shpëtoi sepse ndërshkrimi kishte humbur. Dhe pse? Sepse ai bënte sepse 2 infermierja shqiptare ishte martuar në luftë mas luftës së Spanjës me një komsie tjetër. Nuk duhej pas viteve 60 u bë një luftë jashtëzakonisht e veçantë që asnjë që nuk ishte nën shtetës shqiptar nuk duhet mendojë që të martohet me dikë tjetër. Kur vetë Bashkimi Sovjetik e lejonte, kur shkonte në një bile edhe me korrespondencë, ato kishin korrespondencë që të martohej edhe me një spanjoll ose me një italian atë. Në shumicën e rasteve i ka leju, këtu jo. E dyta, lufta e klasave ka qenë edhe në disa faza për shembull. Po t'ishe gru që ishin martu me shqiptar, u gjetën 99 sebepe për t'i futur në burg, o të shoqen, ose që në fillim ato u ndarën dhe ikën. Dritora Golli për shembull është nda gruaja në vitet 60. Nuk po futemi në politikë për të përmendur edhe personalitet tjetër që është nda baba me atë. Është shumë të tjerë që i kanë qenë që janë nda. Dritora Golli ka pasur edhe djalin, ka shkuar ka takuar atje. Pastaj u martu këtu në Shqipëri me tjetër. Pse ishte rusa ajo, nuk lejoi, u prishën me Rusinë. Bën një pyetje sepse nuk ka censur.
Ka autocensura është më e rrezikshme. Po bëjë, pa tjetër të nërën. Janë të dhja vështu të qatë të dhërën për të duhet e rëvëtorë. Po dhëtë të hajtë është në baka në të të për dhëtë e të 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 gatisë, atë të ka shonë në të të që të rëndaj pasë. Shiko, këto janë gjëra të manovra, parti e këto. Ne themi për atë ideologjinë. Tashi, se ndoshta jemi edhe përfundimi për të tregoj si Barcolet, po është tepër e vërtet. Një piktor këtu në Tiranë, ju thot atyre që po pinte kafe me te, ju thot nesër është ditë e diel, se ashtu ma ka qenë ditë puna atëherë, unë do shkoj tek ura Brarit me bë një pejsazh në urën e Brarit. A mën më i thonë shqyqy që na dole ti do vim edhe unë. Po që të bësh ti më i thonë, unë rri 5 orë atje, me kavalet rri 5 orë. 5 orë rrim edhe ne, edhe i tjetri thot 5 orë. Shkun të ura Brarit, ky hap kavaletin edhe bërë atë kështu me bë, ato, atje është lugin, nuk e dia keni shku, kam kalu atje. Ato dilin e bërtisin. A ke parasysh? Mas që 2-3 orësh, e le dhe ky punë është kreativë. Qa drejqin keni, më thot, u po qmend një vetër, që për mu thot punë e madhe. Po u qliru, më thot, asë në stadium nuk në lonë me bërtit. A e diti që në stadium kombëtar nuk leni me flamur kombëtar me shku? Me flamur kombëtar. Se po shkove me flamur kombëtar, ngrihen ato të tjerët me flamur kombëtar. Po deshet kush është Tiranës këtu. Unë kam ardhur në shkollë të mesme në 66-ën. Në 66-ën unë e dija këngën Çoni djemën Shaloniatin, si e ka e tjetra. Tirana, unë nuk isha atëherë, si Kalamoni isha po, nuk isha të qefli me Tiranën, me Partizanin atëherë, ne që vinim nga periferit. Tiranë si të nëshin, kisha pas i djalë si Mema, pas me hy vezirit mrena. U bo në 67-ën edhe lufta e u myllën feja njërën e tjetërn, dhe mu në qytetin e Nxonzëve, që kam qenë në vit të dytë, instruktori i komitetit të rinis, jo mu personalisht, po kolektivit ku isha unë, ka ardhë kena bo mbledhje, partia, revolucioni, bërë në këto, në stadium nuk duhet të kënohet maja kong, aja është kong patriarkale, është kong. Enver Hoxha kishte frikë. Pse kishte frikë? Se do ngrieshin gjithë stadiumit toshin, kishin pas një djalë si Mema, do thonë një djalë për ju, pa me hy vezirit mrena, se ka pas një situatë 67-a, 68-a, ka qenë një situatë tepër agresive këtu në Shqipëri. Filloi atëra ju përgjigjaj me burgime, me kështu, me burgime politike 5 vjeçe, 6 vjeçe, njërën në tjetrën, doli Temosekov, pas Temosekov doli grupi Demeki Temosekos të tjerë, dolen jo këto Beqir Balluku e këto. Sepse ai kishte frikë edhe nga konga. Kur kënonte Tirana, kush është Tiranës? Është në një pura Tiranës këtu. Ajo kong kënohet, po ta kënoj Vaqezela, po ta kënoj ajo dresh, Fitnet e Regja kënon. Me fjalë, kisha pas i djalë si Mema edhe bëhet pushim. Pushimi shkon gati sa është kjo fraza muzikore, pastaj paq me edhe disi ushtonte gjithë Tirana nuk ka qenë kjo që është tashi. Dhe është bën mbledhje atëherë në gjithë organizatat e rinisë së Tiranës në stadium. Edhe nuk varianti jo në stadium Tiranësit. Atëherë ka pas kënu Vaqezela. Vaqezela kënote në mënyrën e dur? Shiko, edhe në stadium në mënyrën e dur kënoj. Pa tjetër se kënoj më atë. Në qa me kërkufer? Nga kus të kërkoj që të gjenë? Të kërkoj nga Vaqes të gjenë? Jo, kisha pas i djalë si Mema, ose shiko, këngët Tiranëse, se unë pastaj edhe kam në gjuhë dhe kam jetu paka dhe ishtë 77-88. Sot kënohet shumë shpejt. Në qofë se një këngë kënoj, mëllë atë më të shise. Në qofë se një këngë, jo, për këte më se mëllë. Në qofë se një këngë kënoj për 5 minuta atëhera, në gjithë lutëm, sot kënohet për 2 minuta. Ndikimi më i madh që është bo kjo herë se veshi muzikës ka ndryshu sepse ato i merrnin frym në kuptimin figurativ këngës, dhe e dyta tash dasmat i kanë prishur sepse në qoftë se ju do bëni zhurmë këtu, unë do filloj të flas edhe më shpejt me zot dhe më të lartë që të mbys zhurmën. Edhe sot janë ato. Mu ka ndodhi herë ishim në Korçë me punë edhe grupi i Beratit se boi festivali i jo cyrleve, këtyre sazeve,
Doli edhe kënoj edhe e boni një ashtu, po e boni shumë shpejt, sa edhe unë që nuk jam i lidhur shpirt me fjalë që të kem bagazh kulturor, e boni shumë shpejt. Pas tyre, për të bëj pushimi për jurinë e për kështu, dolën shkolla e muzikës së Korçës, po me këtë pjesë që ishte hedhur në nota. Dhe nga 3 minuta e gjysmë, këto e bën për 4 minuta e gjysmë. Pse e bën? Se këto nuk hesrin do të shpejt se kishin me nota, po e shifnin me nota. Dhe nuk e ato janë mësu në dasma. Tash për shemb, po të kënohet kjo kënga në stadium ta zëm, ne bëmi 100 veta do ta kënojmë ta zëm. Nuk dim ta kënojmë se fillojmë çoni di më shaloni atin, besa atin që kam shalu. Atëre kënoj. Çoni di më po klesi stadium. Shaloni atin qetësi. Besa atin që kam shalu. Qetësi prap pastaj. Kisha paso një djallë si me ma, pa që me i hy o vezirit mrena. Kjo i ato në verja kur i të thonë, që mendoj këto kujdon me hy mrena, gje për asë. Edhe adikuri, kur Tirana ishte në kulmin e saj dhe tifozat e Tiranës ishin kundërshtar më të egër, jo të Partizanit, të Dinamos që ishte ministrisë mbrëmshme. Ka pas një luftë atëherë, ne kuptonim si fëmijë që Ministria e Mbrëmshme nuk i do Tiranësit nuk e duan Ministrinë e Mbrëmshme. Nuk bëhej kjo luftë me Partizanin. Partizani ishte i përgjithshëm i ushtrisë, hajt të tjeta. Dinamo, po të kesh një mikë një kështu që është i qik i vjetër, tifozi Tiranës e thujti, a bëve me Dinamon, ka me të shah, ka me bërtit, sepse e kishin të merë. Dhe atëherë më kujtu se dole në shtyp, po unë nuk e di saktësisht që mora fjalë. Erdhi ajo u ftu herën e parë, nuk doli askush me prite, kënoj mirë boll, herën e dytë e ftun edhe nuk e lejun. Nuk e lejun stadium. E po mora fjalë nuk lejon Ashtë këngë se mos e tentojnë që i mora fjalë me rëzura e radhe. Shiko, gjitha sidomos ato që kanë një qikë frigën që nuk janë me popullin, gjitha ato e kanë frigën që kjo këngë që do me thonë. Kjo fjalë që ta këtu që do me thonë, kjo këtu që do me thonë. Jo, nuk është për. Ore, unë për të kisha, unë jam Gardha Veriu, nuk jam tifoz i Tiranës. Megjithëse unë nuk shoh sport, tash nuk jam shumë. Unë për shembull, po të kisha lek do t'i paguaj 100 djem Tiranës, që të kishin edhe zot trash, nuk ka edhe zot, që të kënonin këto 3 vargje të këngëve. E di çam bukurie dhe çam unë kam kujtuar. Mënyra si kënohet, çoni djem shaloniatin dhe ka pushim, dhe pastaj besa atin që kam shalu, pushim, pastaj kisha pas një djalë si Mema, pas me hy vezirit mrena. Pastaj thonë, ti bremstaf Delia, i thonë Tiranësit, originali ka qenë, ti bremstaf Rakia, sa i pite Raki shumë ai Mustafa, është lufta në Shkodër me këto që paten që rëzull vezirin. Edhe ti bremstaf Delia, sot po të njifet Burnia, se Mustafa ishte pianet, si me thonë, ashtu, po ama ishte i rrethit të tyre, i rangut të tyre, dhe atë dita ju tregu më trim se gjithë të tjerët. A i Rakias. Edhe kënga është e shkruar në atëherë kur e kanë mbledhur kështu Mustaf Rakia, sot po të njihet Burnia. Tash fitnetja për shembull dhe kënga këdoj Mustaf Delia që Deli djalë. Ai bën nomin. Po kjo bëmu kënu në stadium kjo. E di si të ashtu. Para disa viteve, nuk e di kush ka qenë 2 skuadra italiane që kënonin njëra palë këtej, tjetra palë tjetër atë. Bënte pushim kjo, kënonin ato të tjerët. Nuk jena grup që nuk jena shumë tifoz. Unë e kam parë në televizor duke u transmetuar, kishte i bukuri i përgjigjesh i parë. Po një kor për shembull që mund të jetë 3000 veta këtej, 3000 veta anej. Po ta klojnë 3000 veta këtej në stadium? Se ka atë bukurinë se ka pushimin. Pastaj u hoqën këngët. Duhet ketë mosha ime, duhet ketë që e majnë mend që është kënu. Jo, kujtjet mos e nisin pas. Do t'ishte për mua do t'ishte një 10 veta i sponsorizojnë të kënoj. Kam seriozisht, për i qefit. Edhe po ta di atë ditë u shkoj stadium, nuk shkoj stadium, se kombëtare nuk gjej bileta, nuk interesohem, rrëmujnë tjera nuk shkoj. Do shkoj në stadium të kënoja edhe vetë, të kënoja, të bërtisja.
Këngë me të bërtitur është. E ke dëgjuar herë këtë këngë? Jo? Bjeri Viz nuk është tirancë. Nuk është tirancë. Ju falenderoj shumë. Ishte kënaqësi, shumë falenderoj. Po,